Mirë atëherë, le t'i futemi drejt në temë. Sot do të zbulojmë një filozofi jashtëzakonisht të fuqishme dhe ndoshta pak të çuditshme për të marrë vendime më të mira. Bëhet fjalë për një këndvështrim që, besojeni ose jo, do të na bëjë të gjithëve të rishikojmë çdo gjë që mendonim se dinim për suksesin, për forcën, e madje edhe për vetë genialitetin. Kjo fjali, kështu siç e dëgjojmë, tingëllon si një paradoks i pastër, sepse forca duhet të na mbrojë, apo jo? Kështu kemi menduar gjithmonë. Atëherë, si ka mundësi që pikërisht ajo të na çojë drejt fundit? Mbajini shënim këtë pyetje, se do na duhet më vonë. Edhe sikur të mos mjaftonte e para, ja ku vjen edhe një tjetër po aq e çuditshme. Imagjinoni pak, 60 cm thellësi mesatare. Pra, ujë deri te gjuri pak a shumë. Tingëllon qesharake, diçka totalisht e padëmshme. E atëherë pse dreqin ky paralajmërim kaq i fortë? Pra, çfarë lidhje kanë këto dy ide? Një notar i fortë që mbytet dhe një lum në dukje i cekët. E po, këto nuk janë thjesht gjë e gjeza. Brenda tyre fshihet një e vërtet thelbësore, një e vërtet për rrezikun, për vetbesimin dhe për mënyrën se si funksionon bota. E vërteta. Kjo është pyetja që do të na udhëheq. Okej, le t'i hyjmë punës dhe t'i zbërthejmë këto metafora. Do shohim se si brenda tyre fshihet një logjik e hekurt, le të themi, për mbijetesën dhe suksesin. Dhe kjo vlen për gjithçka, si në jetë, ashtu edhe në biznes. Ja ku është çelësi i gjithçkaje. Fjala mesatare është një gënjeshtër e madhe. Një lum mund të jetë mesatarisht 60 cm i thellë, por kjo s'do të thotë asgjë, sepse diku në mes mund të ketë një grop 2 metra gjysmë, dhe trupi ynë nuk e ndjen mesataren, ai ndjen vetëm gropën kur bie brenda saj. Pra, ajo që ka rëndësi nuk është mesatarja e bukur në letër, por ekstremi, ajo pika vdekje prurse që të del përpara pa e pritur. Dhe pikërisht këtu e kuptojmë. Nuk mbytesh në mesatare, mbytesh në pikën më të thellë. Ky është një parim që vlen kudo, mendojeni pak. Në biznes, në investime, në jetën tonë, nuk janë problemet e vogla të përditshme ato që na shkatrojnë. Janë ato rreziqet e fshehura, ato gropat e papritura që japin fund gjithçkaje dhe nuk ka më kthim prapa. Shikojeni këtë krahasim, është fantastik. Këtu e shohim qartë se si forca dhe kompetenca mund të kthehen në armikun ton më të madh. Notari i dobët, atë e mbron frika. Ai e di shumë mirë se ku i ka kufit dhe nuk i kalon kurrë. Ndërsa notari i fortë, e po, ai ndihet i pathyeshëm. Vetbesimi e shtyn të provojë gjëra të rrezikshme, të testoj limitet. Dhe pikërisht aty, në ato ujëra të thella, një gabim i vetëm dhe loja mbaron. Dhe ky është përfundimi psikologjik. Forca bëhet një kurth kur të bën të harrosh se edhe ti ke limite. Pra, forca pa një dozë të shëndetshme për ulësie është në fakt shumë e brisht. Dhe urtësia e vërtet çfarë është? Nuk është të dish si të kalosh çdo lum. Është të dish se cilit lum nuk duhet t'i afrohesh fare. Mirë, i kuptuam metaforat e lumit dhe notarit. Tani, le t'i shohim këto ide në praktik, në botën reale të biznesit. Dhe për këtë do na ndihmojë një mjeshtër i vërtet i kësaj filozofie. Legjendari Warren Buffett. Ne ja dolëm më mirë duke shmangur dragonjt se sa duke i vrarë ata. Kjo fjali e thënë nga Buffett në vitin 1989 përmbledh gjithçka. Për të, suksesi nuk ka të bëjë me të qenit hero, me të zgjidhurit e problemeve më të komplikuara. As pak. Ka të bëjë me diçka shumë më të zgjuar, të shmangësh problemet e vështira që në fillim. Ai nuk kërkon betejë epike, ai kërkon fitore të sigurta dhe të lehta. Dhe këtu kemi dy mënyra krejtësisht të ndryshme për t'u qasur suksesit. Nga njëra anë kemi egon. Egoja jonë dojë që të duket heroike, dojë që të zgjidh problemin më të madh në dhomë. Motoja e saj është më jepni mua rrëmujen më të madhe. Nga ana tjetër kemi qasjen e Buffett. Shumë më e ftohtë, shumë logjike. Ai nuk pyet a mund ta bëj këtë, por pse dreqin duhet ta bëj. Ai thjesht kërkon pengesa të ulta 30 cm-she që mund t'i kapërcej pa u munduar fare. Pra, ja ku është mësimi i madh. Terreni ku luan ka më shumë rëndësi se sa fort luan. Po e përsëris. Cilësia e terrenit ka më shumë rëndësi se intensiteti i përpjekjes. Me fjalë të tjera, është shumë zgjuar të zgjedhësh një lojë të lehtë ku mund të fitosh, sesa të mundohesh si i çmendur për të fituar një lojë që është thuajse e pamundur.
Mirë, folëm për notarin, folëm për Buffettin, por ka një ligj themelor, një ligj universal që i lidh të gjitha këto. Dhe për ta kuptuar këtë, duhet të sillnim në skenë një tjetër mendimtar të madh, Nassim Taleb. Dhe Taleb na prezanton me një koncept absolutisht jetik, rreziku i rënimit. Dhe keni kujdes. Ky nuk është thjesht një rrezik i zakonshëm, nuk është një humbje e madhe, jo, është një humbje totale, e pakthyeshme. Është pika ku loja mbaron, për gjithmonë. Nuk ka raund të dytë. Dhe kjo na ndryshon komplet mënyrën e të menduarit. Rreziqet e zakonshme, okay, ato menaxhohen. Por rreziku i rënimit duhet shmangur me çdo kusht. Kur rënimi është edhe një mundësi e vogël në tavolinë, i vetmi qëllim racional nuk është më të fitosh sa më shumë. Qëllimi i vetëm bëhet të mbijetosh, të sigurohesh që nuk do të shkatërrohesh. Ka disa rreziqe që thjesht nuk merren përsipër. Pik. Pra, çfarë marrim kur i bashkojmë të gjitha këto? Kur bashkojmë idetë e Buffett, partnerit të tij Charlie Munger dhe Nassim Taleb, e po marrim një filozofi të re, një art të vërtet të zgjedhjes së problemeve. Le të shohim se si duket kjo në praktik. Kjo tabel i vendos gjërat në vendin e duhur. Kemi 3 shtylla. E para, nga Warren Buffett, është temperamenti. Pra, të kesh durimin për të pritur lojën e duhur, terrenin e favorshëm. E dyta, nga Charlie Munger, është metoda. Ai na mëson të mendojmë mbrapsht. Mos pyet si të fitosh, por pyet si do të humbisja me siguri dhe shmange atë. Dhe e treta, nga Nassim Taleb, është logjika e ftohtë. Kuptoj që rënimi është ndryshe nga çdo gjë tjetër dhe shmange atë me çdo kusht. Pra, si përkthehet kjo filozofi në rregulla të përditshme? Ja disa pika kyçe. E para, vështirësia nuk është ndonjë medalje nderi. Nuk ka pse të kërkojmë probleme të vështira. E dyta, avantazhi strukturor, pra, të jesh në lojën e duhur, është gjithçka. E treta, heroizmi zakonisht është thjesht një shenjë se dikush ka marrë një vendim të keq më përpara. Dhe më e rëndësishmja, para se të kërkosh lavdin, sigurohu që të shmangësh budallallëkun, qëndro aty ku je i Zoti dhe mos u fut aty ku nuk e ke iden. Dhe kjo na sjell në përfundimin final, një ide që ndoshta i përmbys të gjitha ato që kemi menduar për inteligjencën. Forma më e lartë e saj, ndoshta nuk është aftësia për të zgjidhur problemet më të vështira. Ndoshta është aftësia për të zgjedhur që të mos hysh kurrë në to. Gjenialiteti i vërtet nuk është të vrasësh dragon, por të dish se cilat pyetje duan shmangur krejtësisht. Një ide fuqishme për ta marrë me vete.